Më 1 dhjetor 2020 në Prishtinë, në moshën 81 vjeçare, ndroi jetë Hajrullah Efendi Hoxha, autor i takvimit të parë në gjuhën shqipe për besimtarët musliman shqiptar në ish Jugosllavi, veteran i literaturës islame, imam shumë vjeçar dhe udhëheqës e drejtues i periodikut të Bashkisë Islame të Kosovës. Hajrullah Efendiu i përket gjeneratës së ulemave, të cilët pas luftës së dytë botërore hodhën themelet e literaturës islame në gjuhën shqipe në ish Jugosllavi. Hajrullah Efendiu në këtë rrafsh e gjejmë të angazhuar në fund të viteve të 60-ta të shekullit të shkuar, kur në buletinin informativ që aso kohë botohej nga shoqata e ulemave, filloi me kontributet e tij të para nga fusha e historisë islame, përkatësisht me shkrime kushtuar pejgamberit Muhamedit a.s. Po në këtë fundvit, Hajrullah Efendiu hartoi dhe përgatiti takvimin e parë për territorin e Kosovës në gjuhën shqipe, dhe të njëjtin për vitin 1970 e botoi shoqata e ulemave të Bashkisë Islame të Kosovës. Botimi i takvimit në gjuhën shqipe që një sukses i madh, sepse me këtë edhe vjen themelet për nxjerrjen e një publikimi vjetor, i cili përpos pjesës kalendarike dhe takvimit për kohët e namazit, festave fetare dhe evidentimit të netëve të mëdha, aty u botuan edhe tema për njohuritë themelore islame, gjë që së shpejti u bë një botim i rëndësishëm në gjuhën shqipe për besimtarët musliman. Kjo ndodhi edhe për faktin se takvimi shtypej në shumë ekzemplar dhe ishte pjesë e shumicës së familjeve shqiptare të besimit islam. Literatura islame në gjuhën shqipe në Kosovë zëfill në vitet e 60-ta të shekullit 20, ndërsa merr formë e trajtë në vitet e 70-ta, në të cilën një kontribut të madh e ka dhënë edhe Hajrullah Efendi Hoxha, fillimisht në takvim e më pastaj edhe në revistën Edukata Islame, e cila nisi së botuari në vitin 1971. Periodiku i Bashkisë Islame të Kosovës, takvimi, Edukata Islame dhe Dituria Islame, që nga Zanafilla e deri më sot barti në vete edhe kontributin e Hajrullah Efendi Hoxhës, qoftë si autor a përkthyes, e qoftë edhe si drejtues e redaktor. Përderisa për takvimin është nismëtar dhe për një kohë të gjatë edhe e udhëhoqi dhe e arriti ta bënte një nga botimet më të kërkuara dhe më serioze. Hajrullah Efendiu po aq kontribut ka dhënë edhe në rritjen dhe zhvillimin e revistës Edukata Islame, ku së bashku me Haxhi Sherif Ahmetin janë bartës kryesor të rrugtimit të saj. Madje Hajrullah Efendiu për një kohë që edhe kryeredaktor i revistës Edukata Islame. Po ashtu, kontribut të çmuar që nga vitet e 90-ta të shekullit të kaluar e këndej, Hajrullah Efendiu ka dhënë edhe në revistën e përmuajshme Dituria Islame, ku ka botuar një sër temash e trajtesash nga disiplinat të ndryshme të islamologjisë. Nëse veshtroj me vëmendje zhvillimin e periodikut të Bashkisë Islame të Kosovës, do të shohim se bashkëpunëtori më i gjatë me kontribute të prekshme në disiplinat islame, në disa prej tyre edhe nismëtar, është pikërisht Hajrullah Efendi Hoxha. Që nga numri i parë i vitit 1970 e deri tek botimi i takvimit që e kemi në duar, Hajrullah Efendiu ka përgatitur pjesën kalendarike të tij. Për këtë numër të fundit, ai ishte duke e përgatitur edhe një temë, por të cilën nuk arriti ta përfundonte, duke e lënë në gjysmë të dorëshkruar në tavolinën e punës së tij.
Përveç kësaj, Hajrullah Efendiu ka qenë bashkëpunëtor që nga numri i parë i revistës Edukata Islame e deri tek numri i fundit, kur edhe ka botuar shkrimin e fundit të tij. Gjithashtu, edhe në revistën Dituria Islame, Hajrullah Efendiu ka një sër kontributësh, qoftë autorial, qoftë të përkthyer. Natyrisht, në një rast përkujtimor së ky, nuk mund t'i numërojmë të gjitha kontributet e tij dhe as të japim bibliografinë e tij, por konstatojmë me gojen plot se Hajrullah Efendiu është kontribuesi më i gjatë, plot 50 vjet në periodikun e Bashkisë Islame të Kosovës. Pra, që nga nisme këtij periodiku e deri në ditët e sotme. Kontributet e Hajrullah Efendiut në periodikun e Bashkisë Islame janë të fushave e disiplinave të ndryshme, duke nisur nga historia islame, ku është quar për shkrimet e tij, kushtuar pejgamberit Muhamedit a.s. të botuara në disa vazhdime në revistën Edukata Islame, më pastaj nga fusha e etik islame, besimit islam e të tjera. Për vlerën, rëndësinë, sasinë dhe disiplinat me të cilat është marrë Hajrullah Efendiu, sigurisht që kërkohet një studim më i thellë, i cili do të vinte në pa gjithë kontributin e tij në fjalën e shkruar islame shqiptare, e që shpresojmë se në një kohë të afërm studiuesit e fushave të ndryshme do t'i qasen jetë shkrimit dhe kontributit të Hajrullah Efendi Hoxhës, i cili jetoi e veproi me shumë zell e përkushtim në kohë jo shumë të favorshme për fenë islame në hapësirat tona. Përveç kontributit e tij aktiv në periodikun e Bashkisë Islame, Hajrullah Efendiu ka qenë një përkras dhe mbështetës i të rinjve për të marrë me shkrime, me dëshirë e entuziazëm i lexonte shkrimet e bashkëpunëtorëve të rinj, bisedonte me ta, i këshillonte e debatonte me modesti, gjithnjë duke argumentuar e duke marrë për referencë mësimet e ulemave të mëhershëm dhe përvojën e tij të përgatshëm. Por, ajo që e veçonte Hajrullah Efendiun ishte qasja kritike, me qëllim të ngritjes së nivelit profesional. U gëzohej arritjeve të bashkëpunëtorëve të rinj, por këmbgultët që të botoheshin sa më shumë shkrime që janë në përputhje me doktrinën tonë Hanefi e Maturidite dhe me traditën e kultivuar ndër shekujt tek ne. Hajrullah Efendiu jetoi me periodikun e Bashkisë Islame, kontriboi për të pa kursyer asgjë, që udhëheqës e drejtues i tij, njohu e përjetoi rritjen dhe suksesin e tij, e për këtë të fundit shpeshherë edhe thoshte: "E kemi pasur ëndër një gjë të tillë, shqyr që Zoti na e bëri nasip që ta jetësojmë në realitet." Hajrullah Efendiu me caktimin e Zotit të tij më 1 dhjetor 2020 kaloi në ahiret, por kontributi i tij në periodikun e Bashkisë Islame të Kosovës do të mbetet një trashëgimi e begat për gjeneratat dhe brezat që vinë, një trashëgimi që ka për të studiuar e për të vlerësuar. Me kalimin në ahiret të Hajrullah Efendi Hoxhës, takvimi mbetet pa hartuesin e nismëtarin e tij. Periodiku Islam mbetet pa njërin ndër themeluesit e tij, ndërsa lexuesi musliman shqiptar mbetet pa veteranin e literaturës islame në gjuhën shqipe. Zoti e mëshiroft Hajrullah Efendi Hoxhën dhe e gradoft me xhenetin Firdeus.